A keni përjetuar ndonjëherë déjà vu? A keni qenë ndonjëherë në mes të bëri diçka dhe befas jeni pushtuar nga ndjesia se keni qenë pikërisht në atë vend, duke bërë pikërisht të njëjtën gjë më parë? Mund të jenë ndjesi e çuditshme apo edhe rënqetëse? Miliarda njerëz e përjetojnë atë. Kështu që a mund të shpjegohet nga shkenca apo është diçka tjetër? Është një fenomen i pashpjegueshëm. Po çfarë nëse në të vërtetë e keni jetuar atë moment më parë? Teoria është se ndërgjegja jonë ka jetuar mira jetë ndryshme më parë. Dhe se kur të vdisni, drita e ndritshme në fund tunelit që shihni në fakt është drita që ti po kthehesh në botë përsëri, por si fëmijë. Thuhet se nga mosha 1 deri në 3 vjeç, kujtesa juaj është ende në procesin e fshirjes. Kjo është arsyeja pse ju nuk mbani mend asgjë. Dhe gjatë këtij procesi ndodh ndonjëherë që kujtimet nga jeta juaj e kaluar nuk fshihen plotësisht. Prandaj, kur jeni në një ambient, vend ose situatë ngjashme, ajo krijon këto kujtime duke përjetuar kështu déjà vu. Dhe ju duket për disa sekonda sikur e keni kaluar këtë situatë më parë, apo sikur keni qenë në atë vend më parë. E po, unë i gati sepse sot unë do të shpjegoj jo vetëm se çfarë është ky fenomen mahnitës, por edhe pse ka magjepsur mbar botën. Gjithashtu na thoni në komentet më poshtë nëse keni përjetuar ndonjëherë déjà vu. Përpara se të fillojmë, ti je person i duhur dhe ke ardhur në vendin e duhur. Bëj subscribe sepse duke u abonuar në kanalin tonë dhe duke parë videot tona